Korbat jo rastisht dhe quhen shpend sanitar, sepse pastrojnë gjithçka. Pastruesit më të mëdhenj të mbeturinave janë korbat, definitivisht. Po janë disa lloje të korbave që jetojnë me njeriu në zonat urbane. Korbi i hirt, ky që po e shihni tani, pra korbi i hirt, korbi sqepbardh, edhe korbi sqepbardh bile folinizon në lisat plepave ku kryesisht në zonat urbane, folinizimin e tyre kam gjetë më shumë në Gjilan, mes qytetit. Po ashtu edhe gauta, që e shohim, që është më vogël me trup, po që e shohim gjithandej. Pra po, pa korbat, vendet urbane, zonat urbane do të ishin ndoshta me një numër shumë të madh të mbeturinave gjithandej që do t'i shihnim. Ju mund ta vëreni nëse e shihni një chips apo një smok apo çadokov buk, pjesë të bukës apo çad ku e di unë, pjesë të mish, edhe bile edhe koskat e shpendëve të ndryshëm i han. Pra nëse hulni diçka çka do të qoftë nga mbeturinat kryesisht ushqyese, nëse shihni hulni dikun ku të koftë, do ta shihni se korbat janë të parë që të shkojnë pas atyre mbeturinave, dhe jo rastisht quhen shpend sanitar. Me një fjalë janë më së domosdoshëm për zonat urbane apo për zonat ku jeton dhe njeriu. Bile këta hanë edhe shumë shpesh shohim duke ngrënë edhe brejtës të ndryshëm, pra eliminojnë edhe brejtësit edhe më të mëdhenj në trupe kështu me radhë. Kur fola pak më herët për inteligjencën e korbit, në Sarajev po ta bëni zgjerim me pasë si korbat, si nga kafshët më inteligjente në botë, patën thy një arë, po si e bënte atë me një inteligencë jashtëzakonshme, pra kapte arën, ngritte në ajër në fluturim, pastaj hedhte poshtë, ashtu e thynte dhe zbritte poshtë për ta ngrënë gradualisht. Pra korbat, përveç se që janë nga kafshë sanitare, në këtë rast tek bota e shpende, po ashtu janë edhe nga kafshët më inteligjente apo nga 3 kafshët më inteligjente në krejt rrotullim toksor.